Një nismë e veçantë është ndërmarrë nga xhamia e Ebu Bekër Pogradec, ku për të gjithë muajin e Ramazanit po ofrohet bukë falas për rreth 100 familje të cilat kanë probleme ekonomike. Pa dallim besimi, çdo person i cili është në pamundësime ekonomike mund të shkojë pranë furrës së bukës në rrugën e spitalit për të marrë bukë. Imami i xhamisë Ebu Bekër në Pogradec, Mirel Mazelli, është shprehur se kjo është një nismë modeste e cila synon të shkojë në ndihmë të atyre që kanë mundësi. Ndërkohë i ka bërthirrje besimtarëve që në këto ditë të fundit të Ramazanit të japin për familjet e varfra apo njerëzit në nevojë sadaka fitrin ose thëndryshe një pjesë prej pasurisë së tyre, gjë e cila është detyrim fetar për të gjithë ata që kanë mundësi. Detyrim ky i cili duhet të jepet përpara faljes së Fitr Bajramit. Po, e vërtet kjo me fillimin e muajit begat Ramazanit, besimtarët e xhamisë Ebu Bekër u solidarizuan dhe mblodhën disa fonde modest për të ardhur në ndihmë njerëzve të cilët janë në nevojë. Dhe vendosëm në një furrë buke këtu në qytet që çdo njeri i cili e ndjen veten që është nevojtar, pavarësisht besimit të tij, të shkojë dhe të paraqitet te kjo furrë për të marrë pjesën e tij ditore. Dhe kjo ka qenë një nga nismat më të bukura të këtij muaji të begat të Ramazanit. Ne kemi një shprehje të bukur në fenë islame, të cilën i dërguari i Zotit na ka mësuar dhe na ka thënë që muaji i Ramazanit është muaj i cili vjen me mirësi dhe me begati. Edhe falenderojmë Zotin e Lartësuar i cili na mundësoi që të bëjmë një aktivitet të kësaj forme për të ardhur në ndihmë qytetarëve tanë. Tua lehtësojmë sadopak atë barën e varfërisë dhe të jemi sadopak në ndihmën e tyre. Dhe kjo nismë vazhdon deri në fund të Ramazanit, u nis me pak dhe tani ka shkuar deri mbi 80 bukë në ditë në varësi të kërkesave të njerëzve të cilët janë në nevojë.